Takimi i Shuaibit me Musan. Shuaibi a.s. u takua me Musan a.s. në një kohë kur populli i tij ishte kthyer kundër tij. Musa a.s. kishte ikur nga Egjipti pasi kishte shkaktuar pa qëllim vdekjen e një njeriu. Ai erdhi në Medjen për të kërkuar siguri. Medjeni ishte një vend i sigurt për Musa a.s. sepse nuk ishte në sundimin e faraonit. Kur Musa arriti te pusi i Medjenit, ai pa një grup njerëzish që prisnin të ujisnin bagëtinë e tyre. Në sfond vuri dy vajza të reja që nuk mund të ujisnin kafshët e tyre derisa të largoheshin barim. Vajzat shpjeguan se babai i tyre ishte moshuar, kështu që ato po bënin punën në vend të tij. Musa se na ndihmoi ato të ujisin kafshët pa pritur asgjë në këmbim. Pastaj u tërhoq në hije dhe ulu. Zoti im, unë jam me të vërtetë në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon. Surja Kasas 24. Vajzat u impresionuan nga mirësia dhe modestia e Musait a.s. Ato menjëherë i treguan babait të tyre, Shuaibit a.s. për ta. Shuaibi dërgoi njërin prej tyre për ta thirrur Musa. Kurani thot: Babai im po të fton që të shpërblej për ujitjen e kafshëve tona. Surja Kasas 25. Musa shkoi te Shuaibi dhe i tregoi atij gjithçka që kishte ndodhur në Egjipt dhe se si kishte ikur. Shuaibi e ngushëlloi atë duke i thënë se tani ishte i sigurt nga mizoria e faraonit dhe në një tokë të sigurt. Ai e priti Musan si musafir dhe i ofroi ushqim. Njëra nga vajzat e Shuaibit i sugjeroi babait të saj të punësonte Musan sepse ai ishte i fortë dhe i besueshëm. Pastaj Shuaibi tha: Unë dua të martoj me njërin nga këto dy vajzat e mia në këmbim të punës për mua për 8 vjet. Nëse i plotson 10, kjo do të jetë nga mirësia jote. Unë nuk dua ta bëj të vështirë për ty. Surja Kasas 27. Musa e pranoi ofertën dhe u përgjigj. Kjo është një marrëveshje mes meje dhe teje. Cilën do nga dy afatet që të plotësoj, nuk ka fajin mbi mua. Allahu është dëshmitar për atë që themi. Surja Kasas 28. Musa a.s. u martua me vajzën më të vogël të Shuaibit, Safurën. Gjatë periudhës së marrëveshjes, ai qëndroi me Shuaibin dhe mësoi mësime të rëndësishme për përçimin e mesazhit dhe sjelljen e mirë. Allahu përgatiti Musan për pejgamberllëk duke i lejuar të rritet dhe të mësojë pranë Shuaibit, i cili ishte i njohur si Khatibun al-Anbiya, folës për dikues i pejgamberëve. Sjellja modeste e vajzave të Shuaibit dhe mirësia e Musait vendosën një shembull të bukur për të rinj që janë në moshën e martesës. Kur përballej me sjelljen e prishur të popullit të tij, Shuaibi a.s. ju drejtua Zotit të tij dhe ulu: Zoti ynë, gjyko mes nesh dhe popullit tonë më të drejtë, sepse ti je gjykatësi më i mirë. Surja Araf 9. Por udhëheqësit arrogant të popullit të tij e refuzuan mesazhin dhe përpiqeshin t'i çonin të tjerë në humbi. Ata thanë: Nëse ndiqni Shuaibin, atëherë me siguri do të jeni humbës. Surja Araf 9. Kur Shuaibi a.s. pa që nuk kishte më çfarë të bënte për këtë popull të humbur, ai tha: O popullim, bëni çfarë të mundeni dhe unë do të bëj timen. Së shpejti do të mësoni kush do të vuaj një ndëshkim të turpshëm dhe kush është gënjeshtar. Prisni dhe unë po pres me ju. Kuran, Surja Hud, ajeti 93.